edhe një këngë fundit? Ose jo? Shumë bukur. Jemi në fest. Dua një duar trokitje shumë madhe. Sa ere për veten. Faleminderit. Na siqisha me ju. Përshëndetje Kreta. Shumë faleminderit për këtë mikpritje kaq të ngrohtë kur caktuam itinerarin e fundit të takimeve me diasporën përpara datës historike të 11 majit. Nuk kishim asnjë dilemë që një ndër pikat e takimit do t'ishte këtu në Kretë. Të vetmin diskutim që patëm ishte ta bënim në Iraklion apo ta bënim në Hanja. Dua t'ju falenderoj për angazhimin, dua të falenderoj këtu nga Hanjaja të 246.000 bashkëdhetarët tanë, çerek milioni shqiptar në gjithë diasporën, që u bashkuan me ne, me Shqipërinë, për t'i dhënë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në 11 maj një mandat historik, për t'ju dhënë secilit prej jush në 11 maj, më në fund, pasaportën e merituar europiane. E prandaj, kush do të votoj Edi Ramën dhe Partinë Socialiste në 11 maj, ka votuar për familjen e vetë, ka votuar për Shqipërinë europiane. Prandaj, motra e vëllezër, ky mandat është mandati më i rëndësishëm që populli shqiptar e kësaj radhe bashkë me vëllezërit e motrat tona në diasporë i kanë besuar Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama. Dua të them diçka edhe në aspektin e një ndjenje personale. 20 vite më parë u zgjodha për herë të parë deputet Kuvendin e Shqipërisë. Si atëherë dhe tani në këtë fushat kaq të bukur me vëllezërit e motrat tanë diaspor, kam marrë edhe atëherë dhe tani një pyetje. Atëherë më thonin, po mirë më Taulant, kur të zgjidhesh deputet, do na vish më në zonë, se ne nuk kemi mësuar që deputetit na vi shpesh. Unë duhet ju them sot që të njëjtën pyetje kam marrë edhe këto ditë, edhe kudo që kam shkuar në këto 7 muaj, kur na thonin do vini përsëri, një gjë mbajini mirë në mend. Do vi vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste. Asnjëri prej atyre tjerëve nuk do vinë. Sepse këtë gjë e kemi bërë që kur Edi Rama u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste, gjën e parë që bëm, vajtëm në diasporë në 2006. Dhe shumë prej jush e din fare mirë që e vetmja parti që e mbajti fjalën për ta bërë realitet votën e diasporës është Partia Socialiste, ku meritën e veçantë e ka kryetari ynë Edi Rama. Prandaj, motra e vëllezër, ne mbajtëm fjalën, e realizuam votën e diasporës. Ajo që mbetet është që sapo të mbërri zarfi bashkë me votën, plotsojeni, mos shikoni as majtas as djathtas, po shikoni drejt përpara tek pesa, votoni Partinë Socialiste, votoni Edi Ramën dhe t'i japim Shqipërisë vendin që e meriton. Dhe këtë flamurin tani ngrini gjithë këto flamurin. Ngrini gjithë.
të flamurin ta vendosim atje në Bruksel. Faleminderit dhe kam nderin e madh që të ftoj kryeministrin ton, kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe më në fund mu dha mundësia që të vi këtu në Kret, në vendlindjen e Zeusit, në vendin ku janë ndruar njëri pas tjetrit romakët, bizantinët, arabët, venecianët, otomanët, deri kur në 1913 Kreta ju bashkua Greqisë. Ky vend ku historia ka parë jashtëzakonisht shumë dhe ka lënë shënim jashtëzakonisht shumë gjëra me shumë rëndësi, jo thjesht për Greqinë dhe për kombin grek, po për gjithë Europën. Këtu në Kret, sipas mitologjisë, Zeusi rrëmbeu princeshën, të cilën pastaj e çoi diku tjetër dhe ndërkohë emri i saj ishte Europa. Dhe nga këtu Europa mori emrin. Dhe prandaj Kreta konsiderohet dhe djepi i qytetërimit evropian. Këtu në Kret kanë lindur shumë njerëz që i kanë dhënë shumë, jo vetëm Greqisë, por mbar Europës edhe mbar kulturës botërore. Që nga piktori i famshëm Domenikos Theotokopoulos, i famshmi El Greco, tek Nikos Kazantzakis, shkrimtari legjendar i Greqisë, dhe patjetër këtu kanë lindur edhe burra shtetit rëndësishëm për Greqinë, që nga Eleftheros Venizelos tek Konstantinos Mitsotakis, dhe prej këtu e ka origjinën edhe kryeministri aktual, miku ynë Kyriakos Mitsotakis. Por, si kudo, në çdo pjesë të Greqisë, në çdo kohë të historisë Greqisë, shqiptarët kanë qenë të pandashëm. Edhe këtu Arvanitasit janë të njohur për faktin se për vitet tëra kanë qenë mbrojtësit e Kretës. Arvanitas ishin ata që si ushtar u rreshtuan në udhëheqjen e venecianëve dhe për shumë vite me radhë i mbajtën otomanët jashtë Kretës. E në ndërkohë u bën pjesë e historisë dhe u bën pjesë e jetës së këtij ishulli të jashtëzakonshëm. Dhe unë jam shumë i kënaqur që sot këtu ne jemi së bashku për të shkruar një tjetër copës historie. Një copës historie që fati ka dashur që të na jepet ne mundësia ta shkruajmë së bashku, ndërkohë që për të ardhur deri këtu shumë të tjerë para nesh dhe para atyre para nesh dhe para atyre para nesh e kanë ndërruar dhe kanë luftuar për të. Historinë e Shqipërisë së pandashme
dhe të pandar nga Europa. Kur Skënderbeu u bë mburoj për Europën, nuk kishte Bashkim Evropian, por kishte Europë. Kur rilindësit tanë u bën bashk dhe na infrashri na thatë gjithve si një amanet, brez pas brezi, se për ne shqiptarët dielli linda ndej nga Perëndon, nuk kishte Bashkim Evropian, po kishte Europë. Dhe kështu, dekad pas dekade, shekull pas shekulli, ëndra europiane e shqiptarëve mori një hov tjetër kur rinia doli në rrugë dhe u bashkua duke thirrur e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sot 226.000 shqiptarë të Europës. Mua nuk pëlqen fjala diaspor për hir të vërtetës, por shqiptarët e Europës dhe të botës janë regjistruar në zgjedhjet e 11 majit për t'i dhënë jetë një mundësie të madhe, një mundësie aktuale, më reale se asnjëherë tjetër, që Shqipëria më në fund të bashkohet një herë e mirë me Europën, duke bërë pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Dhe janë 65.000 ndërta, të cilët janë këtu, janë në Greqi. Janë ata dhe pasardhësit e atyre që kaluan kufirin, krejtësisht të varfër, krejtësisht të pa përkrahur dhe krejtësisht të vetëm, duke i hyrë detit në këmbë në kuptimin e vërtet fjalës. Dhe që sot janë pjesë e pandar e një Gjerdani krenarie për kombin shqiptar. Gjerdani përbër nga të gjitha komunitetet shqiptare në Europë, ku komuniteti shqiptarëve në Greqi është ai që meriton një admirim të posaçëm, sepse ka hequr më keq nga të gjithë. Dhe ja ka dalë të imponohet, dhe ja ka dalë të respektohet, duke punuar, duke sakrifikuar, duke duruar si askush tjetër. Dhe ja sot ka rënë në rrugën tonë rrezja e yllit të fatit tonë, të fatit tonë europian, e cila është për ne një detyrim i madh, është për ne një mision. Është një mision që atë rreze të mos e lëm të shuhet, por në dritën e asaj rrezeje ne të bëmi bashkë në 11 maj dhe në vitet që kemi përpara të bëjmë të mundur që Shqipëria e kësaj dekade tjetë antare e Bashkimit Evropian dhe çdo shqiptar në Shqipëri, në Greqi, në Itali, në Europë, kudo ndodhet, të marrë pasaportën europiane të shqiptarit. Për mua ka qenë një barë gjithmonë më e rëndë që sa herë më binte të takohesha me shqiptarë që jetojnë këtu në Greqi, edhe gjetë, po sidomos këtu në Greqi, duhet të përgjigjesha
dy pyetjeve kryesore, njëra nga të cilat e ka marrë përgjigjen, tjetra pret të marrë përgjigjen. Pyetja e parë ishte kur do na jepet dhe ne mundësia që të votojmë si shqiptar në Shqipëri, pa qenë e nevojshme që të marrim rrugët shpeshherë të pamundura për të hedhur dhe ne votën tonë. Ka qenë një përpjekje jo e shkurtër, ka qenë një përpjekje jo e lehtë, sepse përveç nesh, askush tjetër atje në Tiranë nuk e donte votën e shqiptarëve jashtë dheut. Për një arsye shumë të thjeshtë besoj, se ata e kuptonin shumë mirë që nëse shqiptarët jashtë dheut do të fitonin të drejtën që të votonin nga jashtë, pa që nevoja të merrnin rrugën për në Shqipëri, atëhere pa diskutim që ky do të ishte një tjetër avantazh për ne, për Partinë Socialiste të Shqipërisë, për forcën që sot vazhdon të qeverisë vendin dhe që e ka transformuar Shqipërinë nga një vend të cilit ishte shumë e vështirë t'ia thoje emrin pa u ndjerë keq përpara të huajve, në një vend emrin e cilit sot e respekton çdo i huaj. Po jo vetëm kaq. Faleminderit. Po jo vetëm kaq. Po unë besoj se ata në Tiranë e kuptonin që syri juaj, vëzhgimi juaj, gjykimi juaj është në një distancë të mjaftueshme dhe bazohet në një eksperiencë të mundimshme pune për të qenë një gjykim shumë objektiv, sepse ju ja dini punës dhe ja dini sakrificave të punës më shumë se sa çdo kusht tjetër. Sepse ju e dini që punët duan mund të madh. Ju e dini që rritja e ekonomisë së familjes do mund dhe do durim të madh. Ju e dini që të arrish të pranohesh nga të tjerët përmes rezultateve të punës do vërtet kokëfortësi dhe ambicie të madhe. Dhe në një farë mënyre, historia e Shqipërisë së këtyre 3 mandateve që ne qeverisim është shumë e ngjashme me historinë e familjes dhe të shtëpisë tuaj. Është shumë e ngjashme me historinë e marrëdhënieve tuaja me fshinjët rreth e rrotull. Dikur ju nuk kishit shtëpi, flinit në përfusha, strehoheshit në një kënd që ja u jepte si për lëmosh, kush ju përdorte si krah pune. Sot ju shkoni në shtëpitë tuaja, këtu dhe kudo në Greqi edhe anë mban Europës. Sot juve letrat ju vinë në adresën që mban emrin e babait tuaj. Sot fshinjët tuaj rreth e rrotull, grek, italian apo çfarë do qofshin, kudo tjetër, po sidomos këta këtu, nuk ju shohin më nga lart poshtë dhe nuk kanë më asnjë shans që t'ju përbuzin,
sepse ju nuk jeni më të detyruar t'i thoni mirëmëngjes edhe kur ju thon plaç. Dhe kjo e juaja është eksaktësisht historia e rivendosjes së emrit Shqipëri dhe shqiptar aty ku e meriton, është historia e vendosjes së reciprocitetit, të respektit të ndërsjellë dhe të detyrimit për të na respektuar kur i respektojmë në marrëdhëniet mes nesh dhe çdo fqinji dhe çdo shteti tjetër. Pyetja e dytë që pret të marrë përgjigje është pyetja që ju, shumë nga ju, shpesh bëni për dokumentat, për të qenë më në fund të njëjtë, të barabartë, pa asnjë dallim, jo vetëm në jetën e përditshme të punës, por edhe në letrat e këtij shteti. E pra, sot ne kemi mundësinë e artë që në ndërkohë që kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë dita ditës një marrëdhënie shumë pozitive me fqinjët tanë këtu në Greqi, të mos presim se deri kur do të bëhen dokumentat për të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu, as të mos presim se deri kur do të përfundoj gjithë negociata për marrëveshjen e pensioneve, që është edhe marrëveshja më e vështirë e pensioneve, prandaj ka mbetur dhe e fundit, po në 11 maj të votojmë të gjithë bashku aty ku gjendet forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur, që atë pasaportën që mund t'ju duhet edhe 10-15 vjet ta merrni nga shteti grek, ta merrni nga shteti shqiptar si pasaport Bashkimit Evropian. Keni parasysh që pasaporta shqiptare e Bashkimit Evropian është njësoj, absolutisht njësoj, si pasaporta greke e Bashkimit Evropian. Me pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian, ju mund të qëndroni këtu, mund të punoni këtu, mund të transferoni këtu, çdo të ardhur nga pensioni atje, dhe ndërkohë shteti këtu duhet dhe ju njeh që në momentin që merrni pasaportën, pensionin për punën që keni bërë këtu. Me pasaportën shqiptare të BE-s, ju jeni njësoj, jo vetëm në realitetin e përditshëm, por edhe në realitetin e ligjit, qytetar evropian të barabartë, me grekët në Greqi, me italianët në Itali, me spanjollët në Spanjë dhe me të gjithë të tjerët, me të njëjtat liri dhe me të njëjtat të drejta. Dhe pikërisht për këtë arsye, pavarësisht nëse këtu njëri nga ju e ka pasaportën, tjetri i ka dokumentat, po nuk ka akoma pasaportën, tjetri s'ka akoma të gjitha dokumentat, momentin që të gjithë bashkë keni pasaportën
shqiptare të Bashkimit Evropian, bëheni absolutisht jo vetëm të barabartë në të gjitha, por edhe po aq, sa edhe grekët, sa edhe çdo europian tjetër, subjekt i të gjitha shërbimeve që ky vend dhe çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian i jep shtetasve të vet. Dhe të gjithë ata që sot janë këtu prindër dhe kanë fëmijët e tyre të vegjël, që një ditë presin t'i çojnë në universitet, në momentin që kanë pasaportën europiane të Shqipërisë, nuk ka nevojë për pasaportën greke, që fëmijët t'i çojnë në çdo lloj universiteti në Greqi apo kudo qoftë dhe të jenë njësoj si fëmijët grek apo fëmijët e tjerë student europian të të njëjtit vend, jo student të huaj në Europë, siç janë deri tani. Prandaj, për sa i përket jetës suaj këtu, për sa i përket të ardhmës suaj këtu, për sa i përket të gjitha andrallave dhe të gjitha peripecive që ju keni kaluar, apo që mund të keni akoma me shtetin për gjithë farë lloj arsyesh burokratike, ka vetëm një përgjigje shumë e thjeshtë, është në dorën tuaj, është vota e 11 majit që bën që Shqipëria deri në 2027 të mbylli negociatat me Bashkimin Evropian dhe brenda kësaj dekade të bëhet antare me të drejta të plota e barabartë në Bashkimin Evropian. Pjesa tjetër është lidhja juaj me Shqipërinë. Pjesa tjetër është shtëpia, toka që keni lënë pas në Shqipëri. Pjesa tjetër është dëshira, malli, apo edhe interesi për të kthyer kokën dhe për të parë nëse ka një mundësi për të investuar kursimet në Shqipëri. Nëse ka një mundësi, jo do e mos për të kthyer për gjithmonë, por duke pasur dhe pasaportën europiane për të jetuar dhe këtu dhe atje, për të punuar dhe këtu, për të investuar dhe atje. Dhe për të gjithë ata që janë këtu në Greqi apo edhe në vende tjera dhe që kanë një tokë në fshat, që kanë një shtëpi të rënuar të gjyshit në fshat, apo që njohin miq ose kanë të afërm në fshat, ku mund të bëhet një investim. Ne kemi kaluar në parlament eksaktësisht për emigrantët një ligj që sot është në fuqi, që thot se çdo kush që zotron një tokë për cilën mund mos e ketë akoma dokumentin e pronësisë, por ama ka dëshmitarët e mjaftueshëm në fshat atje, që është toka e të parëve të tij, mund të marrë një vërtetim të thjeshtë fare nga Këshilli Bashkiak dhe me atë vërtetim mund të marrë leje për të rindezur oxhakun në shtëpinë e gjyshit. Dhe për ta kthyer shtëpinë e gjyshit në një agroturizëm, apo për të investuar atje në çfarëdo lloj rruge
që zhvillohen investimet në fshat, për blegtori, për agropërpunim, gjëra që ju i bëni këtu, gjëra për cilat ju jeni mësuar këtu, dhe për cilat ju keni një eksperiencë të jashtëzakonshme. Unë takova një djalë para pak javësh nga ky ishull, i cili merrej me grumbullimin e produkteve bujqësore edhe me pastaj nxjerrjen e tyre në treg. Dhe grumbullonte produkte nga gjithë, edhe nga grekët, edhe nga shqiptarët, pra ju keni shumë eksperiencë, ju keni shumë dije, ju keni parë shumë. Dhe për cilin do për jush që do të kthehet atje, ose do të investoj atje, në këtë rrugë, duhet keni parasysh që ligji thot se për 500 aplikantët e parë, janë 10 vite pa taks, pa TVSH, pa asnjë lloj detyrimi ndaj shtetit. Po ashtu, unë e di që ky ishull është një ishull që ka një turizëm shumë të zhvilluar, por gjithë ata që presin sezonin këtu për të punuar në turizëm, i ftoj që në ndërkohë të interesohen dhe në Shqipëri, të pyesin dhe si janë pagat në turizëm në Shqipëri. Nuk ka nevojë të më dëgjojnë dhe të më besojnë mua. S'ka nevojë të dëgjojnë dhe të besojnë asnjërin nga ne. Mjafton të interesohen dhe të shikojnë se unë kam përshtypjen që në të shumtën e herës ju del më mirë atje se sa këtu. Megjithatë, kjo është në dorën e secilit që të interesohet dhe ta shikoj vetë nëse është kështu si them unë. Keni parasysh që për të mbështetur investimet në fshat, Banka e Shqipërisë ka hapur dhe një linjë kredie, e cila fillon me 250 milion euro total, që i zhvon dispozicion bankave të nivelit 2, dhe cili do që do të ketë akses në atë linjë kredie, e cila 70% të kolateralit garantohet nga shteti dhe e cila ka interesa më pak se 3%, është i ftuar që ta bëj. Dhe kur të mendoj për të investuar në tokën e gjyshit apo në çfarëdo lloj toke në vendlinjen e vet që mund t'i vërë vetes në dispozicion, është i ftuar që të na drejtohet për ta marrë këtë mbështetje. Pyesni ata që e kanë bërë. Ka sot shembuj plot. Ka shembuj njerëzish si ju që nga Greqia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia, deri dhe nga Amerika, janë kthyer dhe i kanë bërë këto që unë për ju them juve ti shikoni. Dhe të gjithë thonë që ju del më mirë llogaria. Megjithatë, kjo është diçka që ju e dini vetë dhe do ta verifikoni vetë. Tjetra që unë dua t'ju them është që duke kontribuar me votën tuaj, shqiptarët e Europës do të kontribuojnë për Shqipërinë përtej vetes tyre, përtej interesit tyre drejt për drejt. Do t'japin një kontribut që ashtu si kundër një pjesë e madhe e tyre sot janë plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian, i gjithë populli ynë dhe vendi ynë të integrohen plotësisht në Bashkimin Evropian. Dhe besoj se ju e keni qartë më mirë se sa shumë kusht në Shqipëri që këtë gjë nuk mund ta bëj dikush tjetër. Këtë gjë nuk mund ta bëjnë ata që vinë këtu te ju edhe ju premtojnë gjithçka, sepse as kanë gjë në dorë dhe as kanë për të pasur gjë në dorë. Dhe nuk diskutohet që këtë gjë nuk mund ta bëj bufi i knetës. Me të gjithë lukunin
e zogjve të ti. Bufi Knetës që thot që unë jam i mënçur dhe unë jam i bukur si Athinaja. E dëgjuat apo jo? Duke referuar bufit vogël që ishte simboli i grekëve të lashtë dhe pastaj e morën dhe romakët. Por bufi i vogël nuk ishte lidhje me Knetën. Ndërkohë që bufi ynë atje në Tiranë është bufi i dal nga shpreha e popullit. Qa do aty o buf Knete? Dhe natyrisht këto nuk mund t'i bëjnë as ata shqitësit e qilymave. Besoj që i keni parë që dalin në për diaspor edhe thonë na jep një votën ne rinis. Edhe ata rinia në listat në listat e kandidatëve kanë babajn, maman, xhaxhan, dajën, krushkun, sepse nuk i kanë dot aq njerëz sa t'i vënë në për lista dhe sepse kjo është mënyra se si e shohin ata besnikrin ndaj partisë. Ndërkohë që ne sot unë jam shumë krenar sepse ju kemi dhënë të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë në çdo qark dhe në çdo komunitet në komunitetet jashtë kufive një skuadër që është skuadra e partisë më të re dhe e partisë më të vjetër. Është skuadra që ka më shumë vajza dhe djem të reja dhe të rinj se ç'kan të gjitha partitë e tjera të marrë së bashku dhe është skuadra që ka më shumë eksperiencë në qeverisje dhe në rrugën për ta vënë flamurin kombëtar aty ku i ka takuar me shekuj se ç'kan të gjithë partitë e tjera të marrë së bashku. Dhe në fund, dua t'ju them dhe diçka. Ne kemi nisur një program për mësimin e shqipes. Dhe kemi vënë në dispozicion komunitetit këtu në Greqi 50 mësues, nga të cilët 8 janë këtu në Kret. Por, unë dua t'ju them se qëllimi ynë dhe objektivat tona lidhur me gjeneratën e fëmijëve që kanë lindur dhe rriten këtu dhe që ju me të drejtë doni që të mos e humbi gjuhën shqipe janë për shumë më tepër se kaq. Kështu që programi i mësimit shqipes do të zgjerohet qoftë me mësues drejt për drejt këtu, qoftë edhe me një aplikacion që është thuajse gati, ne do ta tregojmë në javët që vinë dhe që do t'jetë një aplikacion që gjithkush do të mund ta fusë në telefonin e vet për t'i mësuar fëmijëve gjuhën shqipe në një mënyrë shumë miqësore dhe në një mënyrë shumë tërheqëse. Ne duam që fëmijët e Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, të zgjedhin të jetojnë ku të duan. Por ama, çdo herë që të dëgjojnë shqip, të dinë jo vetëm se çfarë thuhet, po të dinë edhe çfarë thonë. Dhe tjetra, Kreta është historikisht një ishull kokfortësie, njerëzit më kokfort të historisë së këtij vendi këtu kanë dalë këtu në Kret. Po besoj që edhe ju duhet jeni shumë kokfort, duhet jeni nga shqiptarët më kokfort që keni ardhur këtu, keni rezistuar këtu, edhe keni triumfuar këtu. Dhe prandaj unë dua t'ju them se
dua t'ju them se si sot një vit, këtu do të ketë hapur dyert dhe do të jetë në dispozicionin tuaj konsulata e Shqipërisë. Ju nuk do keni nevojë të shkoni në Athinë. Njësoj siç vlonjatët apo shkodranët e kanë tmerr kur i thua shkon në Tiranë, unë e di që dhe ju e keni tmerr kur ju thonë shkoni në Athinë. Kështu që ne nuk do të themi nëse doni të takoni shtetin shqiptar, shkojnë në Athinë, por do t'ja usjellim shtetin shqiptar këtu në Kret. Motra dhe vëllezër, keni parasysh një gjë. Me votën e 11 majit dhe me të gjithë procesin e negociatave, që për ne, po ju them prap, është për herë të parë fati që i buzëqesh Shqipërisë, sepse nuk jemi vetëm ne që si gjithmonë duam të bëjmë pjesë e Europës, por tani më e kemi bërë Europën të na respektoj, të na vlerësoj, të na besoj dhe do dhe Europa që na bëj pjesë të vetën. Mos harroni që ne bëjmë të mundur që Shqipëria të bëhet e madhe sa Europa dhe Europa të bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe kur ju thot në njëri se unë e i bindur edhe këtu në Kret, diku në përcepat e rrugëve i keni dhe ju ata të Kënetës, jam i sigurt. Keni dhe ju ata që notojnë në për portalet e Kënetës, edhe ju thonë, po mirë mo që është kjo histori, po 12 vjet Edi Rama nuk e futi do të Shqipërinë në Europë, e tani i duen 4 vjet, po pse i duen 4 vjet, apo për pushtetin e vetë. Duhet i thoni, Shqipëria i ka filluar negociatat vjet, dhe ne kemi me Bashkimin Evropian të dakordsuar marrëveshjen që t'i mbyllim brenda 2027-s, ndërkohë që Malizi i ka filluar negociatat në 2012, përpara se unë të vija në qeveri bashkë me Partinë Socialiste. Serbia i ka filluar në 2014, Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për në BE në 2005 dhe sot e nisëm duke i parë ata nga mbrapa, tani na shojnë ata ne nga mbrapa. Prandaj atyre të Kënetës që ju dalin në përcepa, të lagur, edhe të turbulluar, jepuni një peshqir, thajuani flokët, jepuni edhe dorën, ngrojani dhe zëmrën dhe thojni, ta braktisin bufin, ta braktisin Kënetën, ta braktisin për një moment në histori fanellën partijake dhe të vishen të gjithë kuqezi në 11 maj. Në vitin 1992, unë jam i bindur që ka plot njerëz që janë këtu sot, jetojnë sot në Greqi, që nuk janë fare me Partinë Demokratike, s'kanë qenë me Partinë Demokratike dhe në 92-shin kanë votuar për Partinë Demokratike. E kanë votuar për Partinë Demokratike jo sepse ishin antar apo sepse ju pëlqente bufi kur ishte i ri, por kanë votuar për Partinë Demokratike sepse në atë moment në histori ishte forca e dur në kohën dhe vendin e dur.
E njëjta gjë është në 11 maj, nuk ka nevojë të jesh socialist dhe të bëhesh socialist për të votuar Partinë Socialiste, për të votuar skuadrën tonë dhe për të mos e ndërprer misionin e përfundimit të negociatave, po përkundrazi, për të bërë një shumicë më e fortë se asnjëherë, jo thjesht për të na dhënë ne fitoren, se ne për të fituar me kënetën fitojmë edhe pa bërë fushat fare. Por për t'i dhënë Europës, për t'i thënë 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, për t'i thënë këtu edhe qeverisë në Greqi se shqiptarët të gjithë bashkë duan të jenë pjesë e pandar, e barabartë, dinjitoze e respektuar e Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Efkaristo. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe rrofë Shqipëria, rrofë Greqia.